Përshëndetje gjithë antarët të Asamblesë Partisë Socialiste Bashkinë Lezhë. Unë kam kënaqësinë që të bëj hapjen e këtij aktiviteti, edhe në fakt për të thënë dy fjalë për sa i përket organizimit të Partisë Socialiste në Lezhë. Partia Socialiste Lezhë është organizuar në nivel njësish administrative, rreth 31 shtabe, 128 organizata. Më shumë se kur, Partia Socialiste është e konsoliduar, e strukturuar në mënyrë kapilare për të bërë gati për të korrur një nga fitoret më historike që do ketë ndonjëherë zgjedhjet vendore në zgjedhjet e ardhshme. Shumë faleminderit, ministër. Kryetar, radhë parë është kënaqësi për mua personalisht që ju keni ardhur në Lezhë sot, duke qenë se jam emërues fundi dhe detyrues politik të qartë. Patjetër që kemi shumë punë së bashku për të adresuar të gjitha nevojat e komunitetit, për të pa edhe kush janë gjërat që ne mund t'i adresojmë të kohë shkurtër, në mënyrë që teksa vim dhe afrohet çdo ditë më shumë data e zgjedhjeve të ardhshme, Partia Socialiste të gjendet tek dera çdo qytetari, duke takuar çdo qytetar, çdo njeri, tashmë të sigurt që është e vetmja zgjedhje, e vetmja alternativë për Shqipërinë Bashkimin Evropian, për Shqipërinë vitit 2030, cila është edhe motoja dhe ajo që ne duam të arrijmë, duke e ditur që në ndërheqjen e kryeministrit zotit Edi Rama, në ndërheqjen e Partisë Socialiste, këto janë objektiva të prekshme, jo diçka ëndra të largta, por të mundshme sot që flasim. Vijmë edhe të Asamblesë Fundit të Partisë Socialiste dhe detyrave të lëna. Kemi zhvilluar disa takime me partinë këtu në Lezhë dhe kemi filluar punën për përmbushjen e atyre objektivave që janë arritur sipas organizatave socialiste, angazhimin e personave të rinj pranë këtyre organizatave për të pasur edhe një census të saktë edhe të situatës përpara zgjedhore, në mënyrë që kur të afrohet dita e zgjedhjeve, motorët të jenë gati dhe fushat të nisë ashtu siç i ka hije Partia Socialiste në Lezhë. Fjalën do jap kryetarit të partisë, kryeministit zotit Edi Rama. Shumë faleminderit. Desha të bëj një bisedë siç kemi filluar në të gjitha takimet e kësaj fushate, që është një fushatë zgjedhjesh në organizatë e partisë, por shumë e rëndësishme që të mos jetë vetëm një fushatë zgjedhjesh të kryetarëve të organizatave, pastaj të kryetarëve të njësive, pastaj të kryetarëve të bashkisë të partisë, por të jetë një fushat për të fol me të gjithë socialistët kudo ku janë në radhë parë, pastaj edhe me të gjithë mbështetësit tanë në çdo komunitet në fazën e dytë. Besoj që nëse do mundoheni pak të kujtoheni kur unë thosha që do mbyllim negociatat 2027 dhe do antarësojmë Shqipërinë Bashkinë Evropian në 2030, thoshin që ky i sajon këto nuk qëndrojnë as në qiell as në tokë, ku e di ky, si i dy ky, kjo është gënjeshtër etj. Ndërkohë që pastaj doli që si ishte fare një sajes apo një opinioni imi, por ishte siç unë thosha një marrëveshje me Komisionin Evropian për të ekzekutuar një kalendar pune dhe për të kryer detyrat e shtëpisë ne si Shqipëri me një ambicie të madhe edhe me një plan shumë ambicioz që përfundon në 2027. Dhe pastaj mbasi negociatat 2027 përfundojnë me Komisionin, mbetet koha rreth 2 vjet për të marrë miratimet në parlamentet e vendeve anëtare, sepse gjithë parlamentet e vendeve anëtare duhet shprehen për një antar të ri. Dhe kështu shkon me një llogari edhe të çfarë mund të ketë në ndërmjet në 2030. Dhe faktikisht e vërteta është që ne i kemi hapë të gjithë kapitujt e negociatave në një kohë rekord, që ka ardhur
që ka ardhur edhe si rezultat i punës tonë, po edhe si rezultat i gatishmërisë tyre, se duhet të thënë dhe kjo. Sepse procesi i zhvillimit marrëdhënieve me Bashkimin Evropian është një proces ku nuk ka rëndësi vetëm se çfarë bën ti, po ka rëndësi edhe se çfarë duan ata. Dhe sa janë ata të gatshëm që të merren me ty. Ose sa shumë ata nuk e kanë mendjen derisa vendosin merren me ty. Dhe për ta pas një ide shumë të thjeshtë se si funksionon, është si një ndërtesë me dy kate. Në katën e parë është Komisioni Evropian, Brukseli, ku janë 35.000 njerëz që punojnë për të gjitha çështjet. Dhe ata të gjithë janë ekspertë që merren me aspektet teknike të çdo çështje që ka Bashkimi Evropian. Dhe një pjesë e tyre merren me vendet që aspirojnë të bëjnë pjesë e Bashkimit Evropian, me vendet që aspirojnë të hapin negociatat, me vendet që bëjnë negociatat. Dhe ata praktikisht i paraqisin vendeve detyrat. E thonë, këto janë detyrat. Duhet bëni këtë reformë, duhet bëni këtë reformë, duhet bëni këtë reformë, duhet bëni atë ligj, e tjerë. Dhe duhet merrni këto masa për të ardhur në pikën që vendi të bëhet një vend ku ligjet të jenë përafruar me të gjithë ligjet e Bashkimit Evropian. Dhe patjetër edhe për të vlerësuar se si zbatohen ligjet. Dhe pastaj në bazë të si vendi i kryen detyrat, ata i çojnë letrat nga të dytë. Edhe thonë, nxjerrin raportin e thonë, ky është raporti për Shqipërinë, Shqipëria i ka kryer detyrat dhe duhet hapi negociatat. Ata nga të dytë tani janë 27 vendet antare. Dhe aty funksionon ndryshe, aty nuk funksionon vetëm me çka ke boti. Aty funksionon sa gati janë të 27 që thonë po. Dhe mjafton një të thotë jo, nuk bëhet. Për çdo gjë, edhe për vendimet që Bashkimi Evropian merr për vetën e vet, del njëri kundra, s'bëhet. Dhe ne kemi arritur të krijojmë respekt dhe besim që se kemi pas kurrë më parë. Sot ne kemi momentin ton, sepse ne kemi bërë pjesën tonë, siç e thash, por janë bashku edhe yjet e fatit tonë. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë moment për aq kohë sa e kemi këtë moment. Nuk duhet mendojmë që dera e hapur e Bashkimit Evropian do rri hapur për gjithë jetën dhe na presin ne. Dera është e hapur dhe ne duhet të hyjmë brenda. Dhe ato 83 votat që dolën nga kutit e 83 mandatit që dolën nga kutit e zgjedhjeve, ne nuk na i fal asnjë që nuk është ne. Kjo është forca jonë, sepse është forca e Partisë Socialiste. Tani, siç ishte ai afat në fund të janarit, janë të gjitha afatet e tjera për punët tona. Unë flas për punët tona, nuk flas për punët e Gjermanisë apo për punët e Francës. Unë flas për punët tona. Ne duhet të bëjmë punët tona, ne nuk duhet i lëmë atyre asnjë sebeb që pastaj gjërat fillojnë të vonohen. Dhe për këtë na duhet të jemi kompakt, na duhet të jemi të fortë dhe na duhet patjetër që në zgjedhjet e ardhshme vendore ne ta konfirmojmë forcën tonë me patjetër. Është e rëndësishme që Partia Socialiste të dali shumë e fortë dhe të vazhdojë të ushtrojë forcë për të realizuar një objektiv që është objektiv historik. Na e ka sjell ne fati, Zoti, quani si doni, që ta kemi këtë barë, që ta çojmë deri në fund këtë proces. Edhe populli shqiptar na ka dhënë 33 mandatet për të na thënë ja ku i keni, çoheni këtë proces deri në fund. Dhe ne nuk mund të lejojmë
që ky proces të merret peng për asgjë tjetër që është në dorën e shqiptarëve. Ne na duhet të zotrojmë fushën dhe na duhet të çojmë punët përpara. Dhe kemi shumë gjëra për cilat duhet ndjehemi mirë vërtet. Po ju marr disa prej tyre. E kemi marrë ekonominë e këtij vendi me më pak se 10 miliard prodhim përgjithshëm. Sot që flasim, e kemi çuar në afro 27 miliard. Duam ta çojmë në 35 miliard në 2030. Është e bëshme. Është e bëshme. E kemi marrë ekonominë e këtij vendi, isha para se të visha këtu edhe ke Spitali i Lezhës. Aty ishim me gjithë shefat e pavioneve. Unë i kuptoj nga syri edhe demokratët, po aty po ju them që ka ndryshuar gjithçka nga pikpamja e infrastrukturës, edhe ata sot kanë paga dinjitoze, kanë të njohur vjetërsinë në punë, kanë edhe indeksimin e pagës të përvitshëm. Dhe ma thanë me plot gojën që është bërë atraktiv edhe për mjekët e ri Spitali i Lezhës. Pagat në Shqipëri janë rritur dhe rriten në sektorin privat vazhdimisht. Nuk është më në pyetje sa do ta paguaj atë që më duhet, po thjesht ku do ta gjej atë që më duhet për atë punë që më duhet. Dhe po ashtu pensionet. Ne kemi ditë që ishte pika më e dobët, hallka më e dobët e gjithë skeletit social të Shqipërisë, dhe patjetër që duke pas dhe një mbështetje të madhe nga pensionistët, kemi qenë gjithmonë të vetëdijshëm që për pensionistët do i bërë patjetër diçka, po s'kemi pas mundësi ta bëjmë. Ekonomia nuk na e ka lejuar që ne ta marrim përsipër dhe ta bëjmë. Por ama nëse ja dolëm ta bëjmë dhe tani pensionet janë futur në rrugën e rritjes së përvitshme të parashikuara në buxhetet e mëtejshme, me dyfishim çdo janar, pra u rritën këtë janar X, do të rriten X herë 2 në janarin tjetër. Do rriten X herë 3 në janarin 2028, do rriten X herë 4 në janarin e 2029. Dhe do rriten X herë 5, do më sa që janë rrit herë 5 në janarin 2030, sepse ekonomia na e ka kriju këtë mundësi. Jo më larg se sa sot paradite, po diskutonim disa ndërhyrje tjera të rëndësishme për pensionin, të cilat nuk kemi pas mundësi t'i bëjmë më përpara. Duke përfshirë edhe fillimin e krijimit një fondi të veçantë për pensionet për ata që duan ta kenë pensionin më të lartë, ku shteti do t'jap një kontribut të barabartë me kontributin që do japi personi, edhe ai kontribut është aty dhe rritet deri kur personi dalin pension për shkak. Po ku kemi pas ne mundësi t'i bënim këto? E nëse e kemi sot, e kemi se rritet ekonomia. Ne kemi marrë Shqipërinë me 2 milionë ca turist, ku llogariteshin për turist dhe unë me Pierinin. Sa herë që ktheheshim nga një udhtim, na llogarisin për turist.
edhe vetë burri huaj që ishte kryeministër e llogariste vetëm për turistë kur kthehej dhe thoshte 2 milionë ca turistë. Edhe investimet huaja 300-400 milion euro në vit. Kemi arritur në 12 milion turistë dhe kemi kalu 1.5 miliard investimet huaja. Tani, të gjithë ata që se unë nuk më them na janë vënë përballë se përballë ne s'kemi njeri me thënë drejtën. Ne kemi mrapa të gjithë ta që na gjymojnë nga mrapa dhe që krijojnë një zhurmë shumë të madhe korrupsioni. Tani unë nuk them që ne kemi shfaros korrupsionin, por unë them një gjë që mund ta faktoj në disa rrugë. Që e para, kur më para Shqipëria nuk e ka luftu korrupsionin si në këtë fazë, dhe e dyta, korrupsioni është më i ulët se çdo herë më parë. Zhurma është më e madhe, patjetër, dhe është më e madhe edhe nga lufta, që çdo gjë amplifikohet në të gjitha rrugët e keq informimit, por është patjetër edhe nga rezultati. Fjala vjen si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe të rritjet pagave në të njëjtën kohë. Nuk ndodh kjo në vendet që kanë korrupsion në rritje. Si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe rritjet pensioneve në të njëjtën kohë? Sepse pagat e pensionet rriten nga që rriten të ardhurat në buxhetin e shtetit. Korrupsioni prezumohet që i thith të ardhurat nga buxheti i shtetit dhe i çon në pak xhepa. Atëherë këto të dyja bashkë nuk shkojnë. Si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe ndërkohë të rritet numri i përfituesve nga garat publike? Janë të gjitha gjëra që nuk shkojnë me njëra tjetrën. Ashtu si kundër, nuk diskutohet që njeriu është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të keqen e harron shpejt, ndërsa të mirën e do edhe më shumë. Por nëse kthejmë kokën pas dhe kujtohemi për kohën kur për të paguar dritat duhet mashë radhë, e për të paguar taksat duhet mashë radhë, e për të marrë një certifikat lindje duhet mashë radhë, ndërkohë që të gjitha këto gjëra sot i bën me telefon, atëherë si që ka rritë korrupsioni. Sot po diskutoja me kryetarin tuaj të bashkisë, projektet që ne shohim për Lezhën, për ndërtimet në zonën turistike, janë projekte që nuk mund të imagjinoheshin, as nuk mund të shkote me një njeriu që do merrnin përsipër njerëzit bëjnë ato lloj investime ashtu në Lezhë. Dhe janë projekte që kur të realizohen, do ta bëjnë Lezhën realisht një destinacion turistik europian në plot kuptimin e fjalës. Ne europian mund ta quajmë dhe sot si destinacion edhe Shqipërinë dhe Lezhën dhe Durrësin dhe Vlorën këtë donë. Por ato investime që parashihen dhe që nuk janë në ëndra, janë projekte që vijnë që ne ja aprovojmë, janë investime për cilat ja vlen të luftohet dhe të fitohet dhe të luftohet dhe të fitohet dhe të luftohet dhe të fitohet. Sepse do të lënë gjurmë në historinë e këtij qyteti dhe në historinë e këtij vendi. Na është dhënë mundësia që me duart tona ta marrim Shqipërinë dhe ta çojmë deri ke dhoma e pritjes e Bashkimit Evropian, duke bërë antarët barabartë të asaj familje. Kjo është një gjë shumë e madhe dhe
ashtu si kundër historia nuk ka për të harru nëse ne e realizojmë, ashtu historia nuk ka për të na e falë nëse për fajin ton kjo nuk realizohet. Faleminderit për gjithë këtë durim të madh. Unë ju siguroj që i kemi të gjitha mundësitë dhe jemi të vetëdijshëm që duhet bëjmë më shumë, dhe do bëjmë më shumë. Nuk do të ndalemi së rrituri pagat, nuk do të ndalemi së rrituri cilësinë e jetës, dhe patjetër dhe standardet e gjithë qyteteve tona, dhe nuk do ndalemi së rrituri dhe gjithë mundësitë për çdo që do të jetoj me punë. Na duhet vetëm që të jemi shumë të vendosur, shumë kompakt dhe mbi të gjitha të vetëdijshëm çdo hap që ajo që kemi përpara është diçka e jashtëzakonshme dhe ne duhet ta realizojmë. Ky duhet jetë fiksimi jonë. Kështu që fiksim.